problemi nuk është në posedim të begatis, merë sa dush, problemi është në shfrytëzim të begatis. Çka tu ka dashtë? Që tu i kene në problemin? Për çka e ke përdorë? Që tu i kene në të lashën? Për çka? Abdurrahman ibn Auf radiallahu ta'ala anhu, kur ka qenë vapë e madhe, e ka pi ujtë ftoft, ka thonë, edhe kjo është naim, begati që Allah për të ka mëna vetë. Që ka që? Veç. Kjo është edukim për falendrim. Kjo është vetëdisim për shfrytëzim të durë të begative. Që ti të shfrytëzosh e mos të rëmbesh për tyne, veç që të këna të lashën. Jo ti të burgosësh brenda materializmit, po ti është mbi te shfrytëzues, zotni i dunjas, jo robi i saj. Ti robi Allah xhallahu ala, që shfrytëzon begatë dunjas, fito sa dush, merr sa dush. Mirë po, gjithmonë mbi bazën e asaj që vëmendja dihet kusht. Nëse nuk ta rrëmben vëmendjen, zemrën nuk ta rrëmben, dunjoja i këndellur, i vetëdijshëm gjithmonë për ku je nis, çka do të më bë, ku do të më arrit, sukses çka është, s'prish puna për. Ama problemi është që dikon tjetër që du me përmbyll me këtë shembull. A din kush problemet e vëllezër? A din kush esenca e problemit këtëm? Esenca e problemit është një njëri ka dorë me fali ikindin xhamia. Falet. Ka dorë me fal ikindin xhamia. Tu e rrugës ka gjetë një grosht dukat. Apo. E ka marrë ato dukatin, apo? Edhe qërë tash, edhe kthehet e shtëpia. Harron ku nis. Të menu tash ku ka me harxhit dukatin atë. Tash me këtë e blej, këtë të bëj, këtë të bëj, këtë, edhe mendimi i tij ku ka me harxhit dukatin, ja ndron orientimin. Pe xhamis shkon te shtëpia atë. Që të është problemi veç atë. Mos leja me të dhe orientimin, maj sa dush, merë sa dush, veç të pishtin gjep, të fali këndin, tani këqymë që kremu me të apë, që kështu të s'ka të lash atë. Ama me të dhe orientimin, është problem kjo punë, e fatë këtë që është pozita, karika, dunjoja, keri, parja, gjepi, kuleta, epshi, shumë njerëz ja u ka ndru kiblin apëtën. Ja u ka ndru kiblin, pej Mekës, ka fillu mu këthy edhe në anë tjera. Që to është probleme që Surja 4 thotë, kujdes se keni me dhënë llogari, çka i thosh Allahu të mënduar.